Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndalojnë përgjithmonë emigracionin nga vendet e botës së tretë. Vendimi i Donald Trump vjen pas sulmit në Washington nga një afgan ndaj 2 oficerëve të gardës kombëtare. Një prej tyre ndroi jetë nga plagët e marra, ndërsa një tjetër është në gjendje të rënduar. Shqyrtimi i kërkesave për emigracion nga shtetasit afganë është pezulluar dhe po rishikohen edhe green card që janë dhënë deri më tani. Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë përgjithmonë emigrimin nga vendet e botës së tretë. Vendimi u njoftua nga presidenti Donald Trump, pasi një shtetas afgan sulmoi 2 anëtar të gardës kombëtare në Washington, një prej të cilëve ndroi jetë. Presidenti amerikan tha në një postim në Truth Social se vendimi do të lejojë që sistemi amerikan të rikuperohet plotësisht nga politikat e emigracionit që kanë përkeqësuar fitimet dhe kushtet e jetesës për shumë amerikan. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk dha detaje se si do zbatohet plani i tij dhe cilat janë vendet që mund të preken. Unë do të ndaloj përgjithmonë emigrimin nga të gjitha vendet e botës së tretë, do të largoj çdo që nuk është një aset për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jap fund të gjitha përfitimeve jo qytetare të vendit dhe do të deportoj çdo shtetas të huaj që është një barë publike, rrezik sigurie. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë pezulluar shqyrtimin e të gjitha kërkesave për emigracionin nga afganët për arsye sigurie. Po ashtu administrata është udhëzuar të rishikojë dhënien e kartave të gjelbra që i mundësojnë qëndrimin në Shtetet e Bashkuara qytetarëve nga vendet e tjera. Masat e rrepta vijnë pas sulmit pranë Shtëpisë së Bardhë në kryeqytetin amerikan. Autoritetet arrestuan 29-vjeçarin Ramanullah Lakanual, i cili kishte hyrë në vend në vitin 2021, fal një programi emigracioni që ofronte mbrojtje të posaçme për afganët që kishin punuar me forcat amerikane pas tërheqjes së tyre nga Afganistani. Lakanual kishte punuar me agjenci të rëndësishme amerikane për fshirje dhe CIA dhe një kërkesë e tij për azil ishte miratuar në fillim të këtij viti. Nuk dihen ende motivet që e shtyn 29-vjeçarin të qëllonte ndaj oficerëve të gardës. Një prej tyre, 20-vjeçaria Sarah Backstorm, ka ndruar jetë nga plagët e marra, ndërsa oficeri tjetër Andrew Wolf, 24 vjeç, është në gjendje të rëndë. Shtetet e Bashkuara po përgatiten të njohin territoret e pushtuara në Ukrainë si pjesë të Rusisë. Sipas medias britanike dhe Telegraph, kjo ofertë do t'i komunikohet Vladimir Putin nga Steve Witkoff dhe Jared Kushner gjatë vizitës së tyre në Moskë. Burime për The Telegraph thanë se është e qartë se amerikanët nuk interesohen për qëndrimin e Europës në këtë çështje. Shtetet e Bashkuara janë gati të njohin territoret e pushtuara ukrainase dhe gatishulin e Krimes si pjesë të Rusisë, me synim arritjen e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Sipas medias britanike dhe Telegraph, i dërguari Donald Trump, Steve Witkoff dhe ëndri presidentit Jared Kushner do ta bëjnë drejt për drejt këtë ofertë ndaj Vladimir Putin gjatë vizitës së tyre në Moskë. Plani ka të ngjarë të shkaktojë shqetësime të mëdha tek vetë Ukraina, por edhe tek aleatët e saj europian. Por një burim për median britanike tha se është i qartë se amerikanët nuk interesohen për qëndrimin e Europës. Kjo do të ishte një fitore e madhe për Rusinë, që parashikoi edhe në planin me 28 pika që u paraqit fillimisht për arritjen e paqes. Ukraina do të humbiste pjesë të rëndësishme territori, mes tyre Donjecku dhe Luhansku. Plani gjithashtu propozoi njojën de facto të tokës që Rusia ka marrë pas vijës së frontit në rajonet Kherson dhe Zaporizhia të Ukrainës, pas çdo marrëveshje armpushimi. Kremlini e ka quajtur planin amerikan si bazën e çdo diskutimi të ardhshëm, ndërsa pala ukrainase ka kërkuar ndryshime. Në Gjenev, zyrtarët ukrainas dhe ata amerikan negociuan një plan të ri me 19 pika, i cili është më pak i favorshëm për Moskën. Megjithatë, sipas The Telegraph, ideja amerikane për njojje të territoreve ukrainase si pjesë e Rusisë ka mbetur e pandryshuar. Kushtetuta ukrainase parandalon çdo president ose qeveri të lëshojë territor pa u paraqitur më parë pyetjen votuesve në një referendum barkombëtar. Ndërsa ka hyrë në një fazë të rebisedimesh me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje paqeje në Ukrainë, Vladimir Putin thosë se Rusia nuk ka pasur kurrë plane për të sulmuar Europën. Putin thosë se qytetarët europian nuk duhet të ndihen të friksuar, por presidenti rus sqaroi se ai nuk heq dorë nga Ukraina. Putin paralajmëron se nëse trupat ukrainase nuk tërhiqen nga territoret e pushtuara, Rusia do të arrijë ushtarakisht synimin e saj. Rusia nuk po planifikon të sulmojë Europën. Kjo ishte deklarata e presidentit rus Vladimir Putin pas shqetësimeve të vazhdueshme në kontinent se Moska nuk do të ndalet në kufijtë e Ukrainës. Madje kreu i Kremlinit tha se është i gatshëm që një garanci të tillë ta jap me shkrim.
Но было бы с моей стороны невежливо. Për ne kjo tingëllon qesharake, ne kur nuk kemi patur ndërmend ta bëjmë, por nëse duan ta dëgjojnë nga ne, do ta shprehim me shkrim. Nëse kjo është nxitur tashmë në mendjen e publikut, nëse ata i kanë friksuar qytetarët e tyre dhe duan të dëgjojnë se ne nuk kemi plane agresive ndaj Evropës, atëherë në rregull, ne jemi gatshëm ta shprehim këtë në çfarëdo mënyrë që ata dëshirojnë. Deklaratat e Putin vinë në një kohë kur Europa po mobilizohet për një agresion të mundshëm dhe shumë zyrtar, kanë paralajmëruar se Rusia shumë shpejt mund të jetë gati të sulmojë vendet e NATO-s. Gjermania dhe Franca kanë lajmëruar rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm ose vullnetar, me arsyetim rrezikun që mund t'i kanoset kontinentit. Edhe pse bëri të qartë se nuk do të sulmojë Europën, Vladimir Putin megjithatë nuk pranoi të heqë dorë nga Ukraina. Kreu i Kremlinit tha se është gati për diskutim serioz, por paralajmëroi se nëse trupat ukrainase nuk tërhiqen nga territoret e pushtuara, Rusia do e arrijë qëllimin me mjete ushtarake. Rusia ka pushtuar rreth 20% të territorit të njohur sipas ligjit ndërkombëtar si pjesë e Ukrainës sovrane, duke përfshirë pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe pjesë të rajoneve të Donjeskut, Kersonit dhe Zaporizhjas. Çdo marrëveshje që pranohet nga Bashkësia Ndërkombëtare, tha Putin, duhet të njohë fitoret e Rusisë në Ukrainë, por shtoi se nuk ka kuptim që dakordësia të arrihet me udhëheqjen aktuale të Ukrainës, të cilën e quan jo legjitime. Kryeministri Edi Rama thot se Bashkimi Evropian duhet flasë me Moskën për arritjen e paqes në Ukrainë. Rama thot se Rusia është fshinjë e Europës dhe jo i Amerikës dhe i takon asaj para të gjejme të një zgjidhje për Ukrainën. Pozicioni i Ramës afrohet kështu me atë të administratës Trump, e cila është në negociatat avancuara me Moskën dhe Kievin, ndërsa Bashkimi Evropian është në pozicionin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Integrimi i Ballkanit Perëndimor lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe unitetin e Europës. Në një intervistë për median austriake Die Presse, kryeministri Edi Rama rikonfirmoi angazhimin për antarësim brenda 2030-s. Ai thotë se ndryshe nga e shkuara kur përballej me vetot e shteteve anëtare, tashmë Tirana ka mbështetjen e Brukselit. Megjithatë, prioritet mbetet transferimi i njohurive nga kontinenti i vjetër. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata. E bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Rama komentoi dhe projektin e Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Kryeministri tha se misia me dhëntrin e Trump do të mbijetojë përtej mandatit të presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë, prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani. Sa i përket përplasjeve politike në Shtetet e Bashkuara mes Donald Trump dhe George Soros, Rama tha se preferon të mos komentojë apo të përfshihet në këtë debat, ndonse e cilëson Shqipërinë, shtëpinë e të gjithë miqve të saj. Më pyetët për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq, mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë bëhet fjalë për ta, nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqt që kemi. Pra të dy janë në shtëpi këtu. E ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë angazhuar në negociata mes Rusisë dhe Ukrainës, Rama i sugjeron Brukselit të komunikojë me Moskën dhe të mos e delegojë politikën e jashtme. Kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, mendoj se Bashkimi Evropian duhet të flasë me Rusinë dhe nuk duhet të vazhdojë të delegojë politikën e vet të jashtme në Washington, sepse në fund të ditës Rusia është fqinj i Bashkimit Evropian, jo fqinj i Shtetet e Bashkuara.